Dorënish. Hajde. Në bal. Karper në lijet me mrejt tokën e zyshit. Qyre me faktin. 12 vjetë. Qyre tjetin nuj. Qyre djali ri. Pa dalë aty, doshin me marë. Qyre. Qitën media. Ta në botë ata shohi. Morë qatë një. Jene shumë. Mos më ka të mua. Nuk ka pe kanë me dorë. Nuk ka Faleminderit edhe herë juve mediave që keni ardhur na përcjell situatën reale që kena ne sot. I minut po sa të fol. Faleminderit që keni ardhur na përcjell situatën reale që kena ne mbas rrjedhit sot. Sot edhe po kalon 2 javë që vazhdojmë me këtë problem. Po e dhanë një zgjidhje asnjë nga institucionet shtetërore që kanë për detyrë me ja dhanë, si prokuroria dhe gjykatat. Ne do na më tregu gjithëve se këtë tokë nuk e lëshojmë rahat. Këtu kanë Santiago, na shnipi, dhe ka ardhur nga Anglia, ka lënë nënën e vet, sa ka të tjerë. Sepse Santiago ka linë me pasaportë europiane dhe ka ikë nga Shqipëria në momentin që nëna vet nuk kishte një zgjidhje mjekësore këtu. Dhe sot Santiago ka ardhur sepse dim që tu është toka që ka leja rrit gjyshi. Edhe jo ka thënë gjithëve që na nuk e lëshojmë. E ka thënë këtë që është fëmijë dhe thona në gjithçka mastina. I bëjmë thirrje prokurorisë Shkodër. Të lutem, trajtoje dosjen që e ke për 1 vitit në zyrat e tua. Studioje, shikoje dhe fol si është realiteti dhe jepja të drejtën këtij popullit. I bëjmë thirrje gjykatës që kena gjyqin me datën 19 të gjykata e apelit administrativ në Tiranë. Ju lutem, shikojeni si është e vërteta dhe na jepni të drejtën tonë. Gjykata ka atë ditë ka vetëm na dhënë një sigurim pa dijet për mu ndërprer punimet sa të flasin kolegët e vet që janë të trajtu çështjen e pronës në gjykatat e ndryshme. Është në gjykatë parë, në apel, gjithanë. Ju lutem, shteti shqiptar, kryeministrit e Dirama, të vënë dorën në zemër për këtë popull sa ashtu kërku vetëm drejtësi, i bëj thirrje të gjitha institucioneve ndërkombëtare, ambasadave të gjitha shteteve që janë në Shqipëri, ta shikojnë si është situata, të dalin mbrojtje këtij popullit, që se mbron askush, e shteti vet ashtu marr për kamet. Spaku, drejtësia e re, duhet me fol, me reagu, me marrë dorë këtë çështje. Nuk është normale që na 80 familje, kalu 80 familjeve, 80 e thona parafërsisht, por realisht jena shumë ma shumë, të dalim pa pronë, edhe të na vinë vetëm i zotni Fatmir Shpeza, edhe të na thonë që janë pronarit tonë kësaj toket, e neve na thonë, nuk ju kena njoft ju token që keni përdor për herë, se ju nuk keni pas shëfitarin lindor. Shëfitari lindor jam unë, e kam tapin të det kolë se kam në shtëpi të vitit 1930. Kush ajo është gjyqtar që ka thënë nuk e kena njoft? Gjithashtu kena vendimin e gjykatës të vitit 1996 të pronës së det kolës. Qa ka dash tjetër gjyqtari për me gjithë shëfitarin det kola, që me i dhënë drejtim deri diku në kësaj çështje. Ju lutem shumë institucioneve drejtësisë të mos bëhen palë me krimin, po të flasin si është e vërteta. Se do marrin në qafë tani ta banor. I kjo tokë nuk lëshohet me të lehtë. I kjo tokë nuk lëshohet seancë gjyqësore në atë të apelit në Tiranë. Çfarë është bërë? Gjyqi që është këndje në apel në Tiranë, është një gjyq që është bërë kërkesa mu hap 3 muaj para se mu hap gjyqi Fatmir Shpeza. Gjyqtarja ka zvaritë dhe në ka hap shumë ma vonë. Ka kanë njëjta gjyqtare që ka pas me trajtu, që i ka dhënë pronën Fatmir Shpeza, voj Sava Kola, e them me zot lart, voj Sava Kola, se nuk është femën, as nuk është nanas, nuk është motër që ka firmosat të vendim gjykatet. Është kanë njëjta gjyqtare që ka pas me hap gjyqin, e ka zvarit. Fatmir Shpeza ka në gjyqin për i vit, na jena sot ala në gjyq. Është fisi malaj, janë këmë shqiton. Tash ç'a mund t'i thona në kësaj drejtësi? Që ose ti ja dha për 1 vit ne pse vazhdojnë me na zvarit? Të vazhdojnë t'i japin përgjigje. Të thonë që ose nuk ka fakte, po nuk mund ta thonë, sepse nuk ka një ekspert në Republikën e Shqipërisë që mundet ma ardhë me i pa letrat tona, me pa letrat e Fatmir Shpeza, edhe me na thani kjo është toka Fatmir Shpeza, nuk është e juja. Ju cikët edhe më përpara që
shpreheni si po zvarritet çështja juaj? Absolutisht që po zvarritet. Se për një vit nuk mund ta trajtote prokuroria e Shkodrës, ta merrte atë dosjen ta trajtote. A mendoni se ka një po mahet ana e një pale në vrasje konkret? Uroj që jo, nuk du ta vend dyshim, uroj që vërtet jo. Uroj që drejtësia të flasin ashtu siç është e vërteta. Absolutisht nuk du me akuzu drejtësinë, prokurorinë e Shkodrës që ashtu majton. Shpresoj vërtet flasin siç është e drejta. Shpresoj vërtet shumë që gjykatësit të njëjtën të flasin siç është realiteti. Një sigurim pa dijet është minimale që mundet me dorëzu me bë një gjykatë. As po i kërkon asgjë, prit sa të flasin kolegët e tu, ta shqyrtojnë çështjen në detaje, sepse ai normalisht nuk do bëjnë shqyrtimin e çështjes në detaje, por ai ka të drejtë me u lënë kohë kolegëve vetë me trajtu çështjen. Vetëm kaq Ju prej 2 javësh po protestonin. Po. Jeni drejtuar SPAK-ut, keni shkuar vetë në konvent, jeni drejtuar gjykatës, prokurorisë. Çfarë do të bëni? Si do të vijoni? Tani, hapi i radhë që ne do marrim është të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në Shqipëri, përfaqësuesit e Këshillit të Europës, gjitha ambasadës gjermane, ambasadës angleze, suedeze, do ju shkruajmë gjithave. Do vazhdojmë te kontrolli i lartë i shtetit, do vazhdojmë te gjitha institucionet që mund na japin pak drejtësi, dhe në qoftë se ne nuk marrim asnjë përgjigje nga këto institucione, pastaj na ngelet duhet për i kryer të ulën para SPAK-ut grevorie gjithë banorët deri kur na marrin SPAK-un dorë të japin drejtën çështjes. Për të mos thënë, sepse nuk du ta them dhe nuk du ta mendoj, që këtu do ketë gjakderdhje nga banorët. Kur jeni drejtuar kuvendit, keni qenë së bashku edhe me banorët e Durrësit. Ato sfundmi kanë realizuar një takim me kryeministrin Edi Rama. Po ju keni pretenduar pas një zgjedhje, takimi me Edi Rama, por ata ishte pas zgjedhje. Po ju, ndoshta do të ishte diçka që mund të vete për ju. Duke qenë se ne problemin e parë kena me zotin Fatmir nuk du të them më zotin, nuk po ndjes, me Fatmir Shpellzën, me Milin e Milës, se njohin më mirë kështu se Fatmir Shpellza se njohin shumë, me njohim ne nga dokumentat. Me qenë se problemin e kena me këtë tipin, na dona që këtë zgjidhje me dhënë drejtësia. Qeveria ka kanë ndjenjë të problemit, ka kanë ndjenjë situatë edhe ka firmos të ndërtimit. Çfarë mundë me pritur më nga kjo qeveri? Belinda Balluku duhet ishte shkarkuar, nuk duhet ishte në pozitë sepse na dole na promovun drejtësia re, ardhmja Shqipërisë u bau kthy, ta ban drejtësinë shpëtum thamë, erdhi dita edhe për shqiptar. Tani kjo drejtësia i kërkon atij shkarkoje mos e vën detyrë, ai e vën për të firmos edhe për dhëna ca firma të tjera. Kështu që çfarë kërkojmë ne nga ajo qeveri? Nuk është se nuk i kena bërë thirrje, nuk është se nuk kena kërkuar dhe me ata një takim një gjë, ata nuk na kanë injoruar komplet. Na kanë injoruar dhe ne tash do vazhdojmë luftën tonë me drejtësinë. Pastaj nëse drejtësia nuk don me na dhënë drejtën tonë, do të tregojmë se kush jena. E ka treguar historia se kush jena. Hajde më. Kumbara, një. Kumbari. E dyti është nga Puka, e ka emrin Naim Ahmetaj. Unë kam kujtuar në fakt gjatë aty në hetime që kam bërë me avokatët e mi, kam kujtuar se ka kushri atë Ahmetën që ka ikë. Po jo, faktikisht ky ishte nga Puka. Dhe ky ka 35.000 metra katror këtu. Dhe është pronar. Pra ka një përqindje prej 35.000 metra katror. Kjo është e saktë, i thëm prokurorisë që të bëjnë hetim. Dhe ky ka qenë kyçi, se ky ka punuar në Puk drejtor hipoteke. Dhe ky e ka sugjeruar se si të bëhet vërtetimi i pronësisë i falsifikuar. Duke mos shënuar as emër, as gjë, duke shënuar vesh një firmë. Ku vula që sot dokumenti i pronësisë se Fatmir Shpellzës ka të vitit 2002. Pra, pullën e vitit 2002. Pra, nuk ka pullën e 97-ës, por ka pullën e vitit 2002. Pulla e vitit 2002 dhe pulla e vitit 97 ndryshojnë si dita me natën. Kjo
është kur ka dalë 2000 lekë, kur e din prokuria, kur ka dalë 2000 lekë, 2000 lekë, sepse ka pullën 2000 lekë, e din se çfarë vitit ka dalë 2000 lekë shqiptar, e din prokuria. Aty ka pullën në 2000 lekë, e ka rahat shumë, ta vërtetojmë. Aq më tepër, sot hipotekusi Arbin Selim Kopliku, unë kam pyet vetë dhe më ka thënë që në 98 kam marrë detyrën si drejtor hipotekues, si regjistrues si hipotekë së rrethit të Shkodër, ku e kam bërë deri në vitin 98. Shumë bukur. Në 97 ky ka qenë punë. Të pyesim prokuria, nëse ky person ka marrë dokumenta aty ajo. Nëse ka marrë, po, dhe pse? Se Arben Selimi Kopliku nuk e ka shënuar si tek dokumenti im i pronësisë hipotekuesi Arben Selim Kopliku. Dhe dyta, firma, se ku jashtë. Ai më tha që kjo firmë është e imja, atë person nuk e kam pa, deri në 98-ën kam qenë unë drejtor, në 98-ën jam larguar, më tregoj edhe situatën se si ka qenë situata, edhe gjitha këto ja them prokurisë që të jetë i vëmendshëm në gjatë hetimit. Hajde më shëndet apo. Unë sot këtu jam në cilësinë e përfaqësuesit të institucionit të avokatit popullit dhe kam ardhur të dëgjoj problematikën e qytetarëve dhe të marr informacion mbi çështjen nga afër. Institucioni i avokatit popullit është institucion kushtetues që mbron të drejtat dhe lehtësinë e lojës të qytetarëve në raport me veprimet e rregullta ose pa ligjshme të administratës publike dhe të tretëve që veprojnë për llogaritë të saj. Që do të thotë, këto qytetarë që kanë pretendime duhet të kenë gjithë dokumentacion përkatës, njëkohësisht dashëm dhe kompetencën tonë për të ndërhyrë qoftë për të kërkuar organeve publike për të paraqitur pretendimet e tyre në lidhje me aftësitë që kanë qytetarët. Institucioni i avokatit popullit bën hetime administrative dhe më pas do dalim me konkluzionet tona. Lidhje me çështjen e fjalës. Si e komentoni ju, si paraqitet situata? Situata paraqitet goxha tensionuar, qytetarët po protestojnë për një drejtë të mbrojtur në kushtetues, siç është e drejta pronës, e drejta për transparencë, e drejta për të gjesë publike, si dhe e drejta për të protestuar. Institucioni i avokatit popullit është institucioni garant i cili i mbron dhe ka misionin kushtetues për të garantuar të drejta. Faleminderit. Başar. Başar çıkıyor, sen de başar.
Nuk vim bërësiesh nga, ko. Duhet nëse s'ban me përdorë fortën ju. Ura me gash e mo shikoj të në marrë me tyre, bau. Fonin marketing, do rrinë policia me më. Hape rrugën, kena da rrugën me i të shpja jote. Hajdo, s'kam da rrugën të i shpitate, kena da rrugën ty. Kush jeti? Kush jeti më se me da rrugën? Qa me da rrugën? Qa me të fond, kush jeti? Mos me preka problem me mos i vini tani punën tonë sa preka ty. Pa të shpun me ty. ata punëtor sa me i pasur punë. E kanë me këta legendat e bashkimit, e të Beçanit. Do ku shkojnë marketing me juaj. Ka zati shojmë këtu. Të zapjen ti ata. Për çfarë vjen? Janë legenda. Po ti dia, ju vjen për ti punë me pengu këtë punë ata. Tokën tonë. Ai më të kesh. E nga që ju pagu juve. Se me ju ardh ju, i lukve e marrë në shpit tuj. Qitë një flaken, e jo marrë me ju marrë token e gjyshit. Ne largoni me prej këtu. Po që shojmë. Gjema për rrë, më mbojt, më pjetë sonë, më doktor e ka më shku. Mbojt, më. Sa